رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allah subhanahu wa taala, të vetmit dhe të pashoq. Salavat e selamit ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allah subhanahu wa taala i cili na ka udhëzuar në këtë fe, në këtë din. Sepse mos të na kishte udhëzuar Allah subhanahu wa taala, ne nuk do të mund me vetët tona që të udhëzoheshme asnjëherë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka udhëzuar në këtë menhej, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk na ka bërë prej atyre të cilët janë të humbur dhe ndjekin epshet e tyre dhe ndjekin rrugët e kota. Padyshim vëllezër se Islami është feja të cilën Allah subhanahu wa taala e ka zbritur tek i gjithë njerëzimi. Prej të dërguarit të parë, prej Nuhut alayhi salam e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë pejgamberët kanë thirrur në Islam dhe kanë thirrur në tauhid të vetëm, në njësojshmërinë e Allah subhanahu wa taala. Kjo ka qenë rruga e vetme që Allah subhanahu wa taala i ka zbrit, i ka dërgu vahjin, shpallët të gjithë pejgamberët që të thrasin vetëm në një fe të vetme, fe e vërtetë. Në fejen e Ibrahimit a.s., në fejen Islam, e fejen e pastër. Pashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si vula pejgamberike dhe i dërguari i fundit tek ne, Allah na dhë për umetit tina, pashtu edhe ai e përcolli të njëjtin mesazh, të njëjtën shpallje që Allah subhanahu wa taala ja zbriti. Prandaj qëndrueshmëria në këtë fe, qëndrueshmëria në këtë din është obligim i çdo njerit prej neve, duke e ditur se kjo qenë ka feja që Allah subhanahu wa taala e pas ka zbrit tek i gjithë njerëzimi prej njerit parë. Allah subhanahu wa taala e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë i qëndrueshëm, të qëndrojë në këtë fe, po ashtu edhe i ka urdhëruar edhe besimtarët që edhe ata të jenë të qëndrueshëm dhe të bëjnë sabër durim në dinin e tina, në fenë e vërtetë. Kul innama ana basharun mithlakum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi fastaghfiru. Sa pejgamberi, sa Allah subhanahu wa taala në Kur'an, thua jo pejgamber, unë jam vetëm një njeri sikur ju. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri, thjesht njeri sikur të gjithë ne. Ishte rob i Allah subhanahu wa taala. Atë çka e dalloi prej nesh ishte vetëm shpallja që Allah subhanahu wa taala ja dha atina, edhe e bëri të dalluar prej nesh si të dërguar edhe vul pejgamberike për të gjithë njerëzimin. Dhe Allah subhanahu wa taala në këtë ajet e porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe të gjithë besimtarët që të qëndrojnë, fastaqimu, të qëndrojnë në këtë fe, të jenë të qëndrueshëm në këtë fe dhe të kërkojnë falje, të qëndrojnë në rrugën e drejtë, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam ka treguar qartë se suneti i tina është e vetmja rrugë që ne duhet ta ndjekim, dhe nuk duhet ndjekur asnjëherë rrugë tjera apo rrugica tjera që janë rrugica të kota. Transmetohet në hadithin që të gjithë ju e dini dhe e keni dëgjuar shumë shpesh, hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibn Mas'udi, se një herë prej herash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori një shkop, edhe po e vizaton një vijë të gjatë dhe të drejtë në tokë. Edhe tha, kjo është rruga të cilën duhet ta ndjekni, e në krye të saj është shpallja, është Kurani, është feja Allah subhanahu wa taala. Pas kësaj vije, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vizaton edhe disa rrugica ana, disa vija të holla edhe të vogla, të shkurta, e tha, nëse cilën vijë pe këtyre, nëse cilën rrugë pe këtyre është nga një shejtan i cili ju thërret juve në devijim. Dhe pastaj e zbriti ajeti, tha, kjo është rruga ime e drejtë. Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqni aty edhe mos i ndiqni një rrugë tjetër, se ato ju largojnë nga rruga Allah subhanahu wa taala. Kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në çdo rrugë prej tyre ka nga një shejtan i cili ju thret juve në të kotën, kjo është më së e qartë sot
në kohën të cilën jemi duke jetuar ne sot, e cila është kohë e fitnesh, përveç fitnesh të dunjës, ka edhe fitne të cilën na bën fitne në fe, e fitne në menhexhin e drejtë, menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku nga vetë gjuhët e shumë predikuesve, të cilët thrasin në dinin e Allahut, e thrasin me gjuhë e cila ju çon drejt rrugës të kot, apo siç e kanë quajtur dietarët ulemau su, dietarë të Sokotës, apo dietarë të cilët flasin me gjuhën e Sokotës e që ju thrasin për me deviju nga rruga e vërtetë. Prandaj, qëndrueshmëria në menhexh, qëndrueshmëria në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohë fitnesh nuk është edhe e lehtë. Qëndrueshmëria në këtë rrugë, në këtë fe, në kohë fitnesh ku besimtari sa që del prej shtëpisë, momentin që del prej shtëpisë, ka me u ballafaqu me njerëz të ndryshëm, ka me u ballafaqu me gjendje të ndryshme, ka me u ballafaqu me situata të ndryshme të cilën e bojnë për me lëkun të prej dinit tina, edhe me lëku prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa njëri e njohim ne sot, që ndoshta para disa vitesh ka qenë prej atyre të cilën ndoshta i kena marrë edhe lakmi për qëndrueshmërinë që e ka pas, edhe për sa njëri i Zotit ose sa njëri i dhënë mas xhamisë edhe mas kësaj feje ka qenë, por se sot i ka ndodhur një sprovë ndaj dunjajës, e që dunjaja ka thënë Allahu subhanahu wa taala është vetëm një kënaqësi e shkurt, është vetëm një kënaqësi e cila kënaqësi nuk e kënaq robën me të vërtetë, por sa ato e poshtron. Dunjaja, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunjaja është e mallkuar, edhe e mallkuar është çdo gjë që është në të, illa dhikrullah, përveç përmendjes së Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ka premtuar fitore dhe shpërblim të madh për ata të cilët në kohë sprovash, në kohë fitnesh, në kohë të rënda qëndrojnë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qëndrojnë në fejen e Allahut subhanahu wa taala. Të bësh i qëndrueshëm në dunjë është që të sjell ty vërtet të sjell qetësi edhe rahati. E sheh se ata të cilët janë të dhënë pas dunjës, asnjëherë nëse syni i tyre flan, po asnjëherë trupi i tyre, fiziku i tyre nuk pushon. Asnjëherë atyre brengat edhe mërzia asnjëherë nuk i largohen. Pse se janë dhënë pas diçkaje e cila Allahu subhanahu wa taala ka treguar për të, e cila është diçka e rreshme, është kalimtare. Ndërsa nëse ti e kapur për litarin e Allahut subhanahu wa taala, atasimu bihablillahi jamia, edhe kapuni të gjithë për litarin e Allahut subhanahu wa taala. E litari i Allahut subhanahu wa taala që ka përmendur këtë ajet është feja e tij, feja islame dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraku, edhe mos u përçani. Përçarja është e ndryshme. Përçarja është edhe kur robi largohet nga rruga e vërtetë, edhe kjo është një lloj përçarje. Përçarja është edhe kur ti largohesh prej njerëzve të cilët janë të devotshëm. Përçarja është edhe kur ti largohesh edhe prej atyre të cilët të thrasin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Përçarja është e ndryshme dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ka porositur se largohuni edhe prej njerëzve të cilët ju përçojnë juve. Pastaj ajo e cila e bën robin të qëndrueshëm në fe është edhe largimi prej risive apo largimi prej bidatave të ndryshme. Dhe zërimi duke jetu me një kohë ku çdo ditë e më shumë, qoftë ato në rrjetet sociale, qoftë në jetën e përditshme, shohim risi e të ndryshme e që nuk kanë të bëjë, e që nuk na lidhin fare me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa mahduthat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe keni kujdes për risive të cilat ju hyjnë në fenë e juve, sepse çdo risi është bidat, edhe çdo bidat ju çon në humbje. E çdo humbje e kanë përmendur, kanë shtuar, është pjesë e shtuar në hadith që e kanë shtuar transmetuesit, e çdo humbje wa kullu dalalatin fi an-nar, edhe çdo humbje ju çon juve në zjarr. Prandaj ajo që na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se si të bëhemi të qëndrueshëm në sunetin e tina, si të bëhemi të qëndrueshëm në fenë e tina, na ka porositur që ta bëjmë një dua shumë shpesh, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O rrotullues i zemrave, forcoje zemrën tonë në fenë tënde. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala taatik. O rrotullues i zemrave, forcoje edhe bëhet të qëndrueshëm zemrën tonë gjatë në bindjen tënde. Andaj, kjo tregon se
qëndrueshmëria në fenë Allah subhanahu wa taala është mjaft e domosdoshme, edhe prej saj nuk shpëton askush, përderisa edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte për atyre i cili e bënte këtë dua shpesh. E ai ishte i garantuar me xhennet. Ai ishte për njerëzve që nuk bën të gjuna dhe ishte i garantuar prej Allah subhanahu wa taala dhe ishte më i pastërt i prej gjithë njerëzimit. Ku jemi ne sot? Sa jemi ne sot që të cilën e bëjmë këtë dua që Allah subhanahu wa taala më na forcon në fe, edhe më forcon zemrën tonë në fenë Allah subhanahu wa taala. Sa prej nesh e bëjmë sot këtë dua që Allah subhanahu wa taala mos më na marr ndryshe shpirtat tonë vetëm se në menhejin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këshilloj vëllezër veten time dhe juve që shpeshtojeni këtë dua, ja muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, o rrotulluesi i zemrave, forcoje edhe bëj të qëndrueshëm zemrën tonë në fenë tënde. Ajo që të bën ty që të qëndrueshëm në fenë Allah subhanahu wa taala është të kapesh fort për Kur'anin edhe për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta marrësh Kur'anin Ta marrësh Kur'anin dhe të lexosh prej fjalëve të tina dhe asaj që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, përveç kësaj edhe të meditosh rreth këtyre fjalëve. Pastaj të kapesh për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përveç kësaj të kapesh edhe të qëndrosh edhe me njerëzit të cilët janë njerëz të sunetit. Të marrësh të lexosh hadithe, të lexosh komentimin e haditheve, edhe të mundosh çdo hadith të cilin e lexon atë edhe ta praktikosh në jetën tonë të përditshme. Tjetra është të ruhesh nga devijimet edhe nga njerëzit të cilët thrasin në devijim. Qofshin ata njerëz me dije, qofshin ata njerëz të thjesht, të ruhesh nga ata të cilët të thrasin ty, që të largohesh nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Dhe tjetra që ka përmend dietarët është edhe të lutesh për udhëzim të drejtë. Çdo herë të bësh dua në çdo sejdë, e sidomos tash në ditët e Ramazanit, ditë ku Allahu subhanahu wa taala i hap dyert e tina, i hap dyert e përgjigjes. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Edhe nëse të pyesin ty robët e mi për mua, un jam afër. Allahu subhanahu wa taala në ditën kur ti agjërushëm, kur ti adhuron Allahu subhanahu wa taala, ai të ka premtuar ty për përgjigje. Lutë Allahu subhanahu wa taala që më të udhëzoj me udhëzim drejt, edhe me të larguar nga çdo rrugë e cila të çon çdo rrugë e cila është e kotë edhe të çon në xhehenem. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që Allah më na bëjë të qëndrueshëm në këtë fe. Lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bëjë të qëndrueshëm në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bashkoj të gjithëve në xhennet atje ku do të jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit e mirë, me njerëzit e sinqertë, me shahidat, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.